Ju përshëndes zonja dhe zotrinj, ju ftoj të na ndiqni, do të flasim për kujtesën, ndërgjegjen kombëtare, natyrisht referuar domosdoshmërisht krimit dhe pasojave të krimit komunist. Ju tashmë e keni lexuar me titra poshtë ekranit, kemi në studio doktor Briseida Lala, drejtore e studimeve në Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Krimit Komunist, por së fundmi është zgjedhur edhe antare e bordit mbikëqyrës të platformës së kujtesës ndërgjegjes europiane. Mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Briseida, historiane, studiuese, pedagoge shqiptare specializuar kryesisht në historinë e komunizmit, persekutimit politik, kujtesës historike. Zgjedhja si antare e bordit mbikëqyrës të platformës europiane, përgjegjësi e shtuar edhe çfarë tjetër? Në fakt, përzgjedhja e antarëve të bordit dhe antarëve të bordit mbikëqyrës të platformës bëhet me votim përgjithshëm nga të gjithë antarët dhe merret me shumicë votash, me shumicë të cilësuar votash. Ishte një surprizë kur propozuan kolegët e mi në Polonik këtë vit, propozuan emrin tim dhe më pas u votua që të isha pjesë e saj. Sigurisht që është një përgjegjësi shumë e madhe, por gjithashtu edhe një kontribut i veçantë i Shqipërisë, le të themi, në platformën europiane të kujtesës dhe të ndërgjegjes, në mbështetje të projekteve që ata kanë në mënyrë të vazhdueshme me të gjitha vendet anëtare. Dhe sigurisht që edhe për mua është privilegj që të jem pjesë e bordit të Pencit. Natyrisht përgjegjësi e shtuar, por edhe fryti i punës suaj. Dhe kur them juaj, natyrisht juaj personalisht, por edhe institucionet ku ju punoni. Sigurisht është kontribut i madh i SKK-s ndër vite si antar i Pencit. Ne si pjesë e kësaj platforme në fakt kemi sjell ekspozita në Shqipëri, kemi kontribuar në mënyrë të vazhdueshme në informacion për sa i përket palës shqiptare, për shembull një nga ekspozita ka qenë ekspozita e European Gulag, mbi gulagët në gjithë Europën lindore gjatë periudhës së komunizmit. Dhe gjithashtu edhe në projekte të tjera. Një ndër projektet më të mëdha që është në vazhdim të platformës është edhe krijimi i një memoriali në Bruksel për viktimat e regjimeve totalitare, ku do të përfshihen letra të ndryshme, letrat e fundit, le të themi, të personave të cilët janë dënuar me dënime të parevokueshme. E vështirë do jetë edhe përzgjedhja e letrave? Po, e vështirë. Ne kemi përzgjedhur disa letra nga ana nga Shqipëria, sepse letrat do të jenë nga të gjitha vendet e përfshira dhe do të bëhen në shesh, do të jenë të paraqitura aty në gjuhën që janë shkruar, pra janë letra origjinale. Po, në gjuhën origjinale. A është e vështirë, Briseid, të përzgjedhësh mes shumë letrave? Po, është shumë e vështirë. Ne kemi edhe një ekspozit në ISKK, letra nga Ferri, që janë letra të dërguara nga burgu, i personave të dënuar, por gjithashtu ka edhe letra të shumta të cilat janë letrat e fundit, themi, të personave para ekzekutimit të tyre, të cilat janë rënqese. Ato që kanë mbetur, le të themi, fizikisht, sepse jo gjithkush nga të dënuarit ka patur mundësi të shkruaj. Jo të gjithë, po ato që kemi. Fundit, ose letrat që kanë arritur t'i mbijetojnë Auschwitzeve të komunizmit në Shqipëri. Lala, pas 35-36 vitesh demokraci, le të themi, si do ta vlerësonit ju pas studimeve të tëra që keni shëndetin e kujtesës ndërgjegjes son kombëtare? Gjithmonë i referohem periudhës komuniste, krimeve dhe pasojave të krimit komunist. A jemi në përpunim, vijojmë ende në amnisti, ka kaluar ajo periudha e traumës, si do ta vlerësonit juve? Nuk mendoj që periudha e traumës mund të kaloj për sa kohë kemi akoma persona të cilët kanë jetuar gjatë asaj kohe, kanë përjetuar të merrin e burgjeve, të kampeve të internimit dhe ka patur persona të cilët kanë qenë të internuar për gjatë gjithë jetës së tyre. Ato jetojnë akoma, mund të dëshmojnë akoma dhe siç e vërtetojnë edhe botimet e ISKK-s, sidomos botimet memoaristike të ISKK-s, ata akoma vuajnë pasojat e asaj periudhe. Sigurisht që një traumë shumë e madhe është edhe fakti se si reflektohen këto në dosjet hetimore gjyqësore, qoftë të personave në fjalë, por qoftë edhe të
paraardhësve tanë dhe sigurisht hapja e dosjeve sjell një tronditje tjetër të ndërgjegjes dhe kujtesës kombëtare, e cila është cilësuar në fakt si një akt i domosdoshëm në gjitha shoqëritë post-totalitare, të cilat kërkojnë një reflektim ndaj të shkuarës dhe kjo mund bëhet vetëm nëpërmjet ballafaqimit me të shkuarën. Nuk kemi qenë në 30 e ca vite, nuk kemi qenë në hapin e duhur të kohës ashtu si vendet e tjera ish-komuniste për të ballafaquar me të shkuarën. Mund të them që në vitet e fundit janë bërë përpjekje shumë të mëdha. Ju siç e dini, instituti ku unë punoj, SKK-ja është krijuar nëpërmjet ligjit në vitin 2010, kur mund të isha krijuar edhe më përpara si nismë. Megjithatë, në këto vite ne jemi munduar që të kontribuojmë maksimalisht nëpërmjet botimeve tona, ekspozitave, referimeve në shkolla e tjera me radhë, për të kontribuar sadopak në reflektimin mbi të shkuarën, reflektimin e pasojave që ajo e shkuar na ka lënë akoma në ditët e sotme dhe sigurisht që ngjarjet e përditshmërisë e vërtetojnë gjithnjë më tepër se sa pasoja ka shoqëria shqiptare ndaj saj. Ndaj mendoj që ky reflektim është i domosdoshëm. Pasojat janë kaq të dukshme sa të vjen keq, po edhe mirë, varet këndvështrimi nga cili i shikon, kur ende sot brovoritet poshtë komunizmi, pra pas 36 viteve, nga momenti kur presupozohet Shqipëria i dha lamtumirën regjimit totalitar, sot përsëri nuk mungojnë ende britmat poshtë komunizmi. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. Sepse ne nuk kemi akoma si gjithë Europa dhe po përpiqemi kaq shumë që të krahasohemi me ish-vendet e tjera komuniste, le të themi. Ne po përpiqemi kaq shumë që të integrohemi në strukturat e Bashkimit Evropian dhe jemi një hap më pas se sa vendet e tjera ish-komuniste, të cilat tashmë janë integruar dhe i kanë reflektuar gjitha ndryshimet e nevojshme që përkojnë me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Ne jemi akoma në një përpjekje të vazhdueshme për të qenë pjesë e tyre. Dhe sigurisht që thirrjet e sotme, qoftë edhe në protestat që shohim në çdo ditë, janë një lloj reflektimi ndaj së kaluarës, po gjithashtu edhe një ballafaqim me të sotmen, ku ne jemi gjatë gjithë kohës të friksuar ndaj çdo lloj, le të themi, forme të ndryshme autoritarizmi me të cilën mund të hasemi. Dhe nuk flasim këtu vetëm nga ana legjislative, por edhe forma të tjera të cilat ne ballafaqohemi. Megjithatë, kjo është diçka shumë e rëndësishme sepse ne shikojmë që brezi i ri nuk ka më frikë të shprehet, nuk ka më frikë të ballafaqohet me autoritetet, nuk ka dhe sidoqoftë një lloj reflektimi ka ardhur tashmë. Megjithatë që duhet bërë më shumë, ne shikojmë si të domosdoshme, prandaj edhe puna e ISKK-s vijon në vijimsi në këtë aspekt. Vet ISKK-ja e ka ndjerë ndonjëherë trysninë e këtij realitetit për cilin po flisni ju tani? Jeni ndjerë ndonjëherë të penguar për të bërë punën tuaj? Sigurisht që mund ketë patur momente në cilat ne mund të ballafaqohemi me situata të ndryshme nga individ të caktuar, megjithatë mund të them që te strukturat shtetërore ne kemi pasur një mbështetje goxha të konsiderueshme dhe vlen për tu vlerësuar, qoftë mbështetja nga ana e kuvendit, nga institucionet të tjera, nga Ministria e Arsimit me cilën kemi marrëveshje dhe vijojmë bashkëpunime të shumta, qoftë për sa i përket kurrikulës mësimore, qoftë për sa i përket faktit që ne jemi prezent në shkolla duke mbajtur leksione e tjera me radhë. Ndaj nuk mund të them që kemi pasur një lloj pengese nga strukturat shtetërore. Sigurisht që pikpamjet e individëve të ndryshme mbi mënyrën se si ne trajtojmë të shkuarën mund të jenë evidente dhe mbeten, le të themi, personale. Lala, e vëreni juve që në shoqërinë tonë është ende e vështirë një narrative përbashkët sa i takon komunizmit, ndryshe nga gjithë vendet e tjera të ish-bllokut komunist? Ne shohim edhe trajtimet që bëhen nga media, pra shpeshherë, gjithkush e di që referuar ligjeve të institucioneve të posaçme, për shembull glorifikimi i figurës së diktatorit, nuk mund të ndodhë dot në asnjë vend tjetër ish-komunist. Këtu ende jemi në kërkimin e një narrative të përbashkët sa i takon atij sistemi që në fakt ishte ai që ishte dhe nuk mund ta ndryshoj dot askush me asnjë lloj propagande. Mendoj që në rastin e reflektimit ndaj regjimeve totalitare nuk mund të ketë një rrugë të mesme dhe ne po mundohemi vazhdimisht si shoqëri të gjejmë një rrugë të mesme. Pra, të vlerësojmë
anët pozitive të regjimit, të cilat unë personalisht nuk arrin t'i gjej me gjithë studimet që bëjmë, për sa kohë që shumë individi ishin të privuar nga liria e tyre. Dhe kjo është ajo çka është më e rëndësishme për individit, të ndihet i lirë dhe të jetë i lirë, qoftë për të lëvizur nga një vend në tjetrin, qoftë për të shprehur lirshëm mendimin e vet. Ndaj, edhe në rastin e Shqipërisë nuk mendoj që mund gjejmë një rrugë të mesme ndaj vlerësimit të periudhës së komunizmit. Prandaj edhe ne jemi në mënyrë të vazhdueshme në kërkim të fakteve që vërtetojnë me mira gjëra që kanë ndodhur gjatë asaj periudhe ndaj personave të pafajshëm, duke përfshirë persekutimin e tyre, internimin e shumë njerëzve pa pasur asnjë lloj faji. Dhe Shqipëria këtë po mundet të bëjë, nuk mund të bëhet një gjë e tillë. Ne duhet patjetër të ballafaqohemi me çfarë ka ndodhur dhe të vlerësojmë anët negative të atij regjimi. Sa më të ndërgjegjshëm të jemi ne lidhur me këtë gjë, aq më shpejt do të ecim përpara dhe aq më shpejt do të ishim edhe pjesë e Bashkimit Evropian. Ndaj mungesa e një narrative të përbashkët që e dënon në mënyrë kategorike atë periudhë ndoshta na ka vonuar në të gjitha këto procese në krahasim me vendet e tjera të Europës qendërlindore, të cilat kanë patur një rrugë le të themi më të shpejtë në integrimin e strukturave euroatlantike, ku mund të marrim shembuj të shumë, ndër shembujt më le të themi më të suksesshëm mund të jetë jo vetëm Gjermania, pasi kishte një realitet tjetër politik të integrimit të Gjermanisë lindore në atë perëndimore, por edhe raste si Polonia, Hungaria e të tjera me radhë. Lala, nëse flasim për krimet të komunizmit, përtej vrasjeve, burgjeve, torturave çnjerëzore, çfarë mund të themi për krimet kulturore, psikologjike, ekonomike, pra si trajtohet, a jepet rëndësia e duhur? Dhe të krimet kulturore do doja të ndalesha goxha, sepse mjeti propagandës atëherë nuk ishin pak shkrimtarët, poetët, artistët, e tjerë. Po, duke patur parasysh edhe shkrimtarët dhe poetët e ekzekutuar intelektualët e shumt atëherë. Në fakt, regjimi pati një lloj orientimi në le të themi shfarosjen e kastës intelektuale, dhe ky ishte dëmi më i madh që i bëri Shqipërisë, përfshir këtu intelektual të shumtë, autor librash, poetë që janë ekzekutuar, por edhe intelektual të fushave të ndryshme. Dhe kjo është dëmi më i madh që mund të bësh një shteti, pra të eliminosh kastën e intelektualëve. Pasi kështu ti ke minuar të ardhmen e një vendi. Ndaj për sa i përket krimeve kulturore, ato kanë qenë të shumta dhe nuk do të ndalesha vetëm tek veprat të cilat u ndaluan, poetë që u ekzekutuan, persona të artit të cilët u burgosën mbas ngjarjeve të caktuara të cilat nuk po ndalen, mbas kundërshtive, po edhe mbas kisha parasysh jo festivalin e 11 e të tjera me radhë, por gjitha këto janë në dëm të një vendi. Gjithashtu në ndër krimet kulturore ne kemi patur edhe rrafshimin e shumë objekteve të kultit fetar, të cilat në fakt nga pikpamja arkitektonike dhe nga pikpamja e trashëgimisë kulturore sot do i sillnin akoma shumë këtij vendi. Ndaj mund të themi që kjo ishte një dëm shumë i madh. Nga ana tjetër, përsa i përket aspektit ekonomik, dihet që ekonomia e centralizuar i solli një dëm shumë të madh vendit ton. Pasojat i kemi parë edhe mbas rënies së regjimit, pasi mbas reformës për rishpërndarjen e tokës, ajo rezultoi në fakt pak problematike. Një formë diktature tjetër, le të themi. Rezultoi shumë problematike rishpërndarja e tokës, duke krijuar konflikte sociale, të cilat shpeshherë i kemi hasur gjatë periudhës së tranzicionit. Dhe gjithashtu edhe përsa i përket traumave psikologjike më pas, mbetemi tek personat të cilët kanë qenë pjesë e represionit nga ana e regjimit, por ka edhe shumë persona të cilët vuajtjet personale i kanë të çuar tek familjet e tyre në një mënyrë apo një tjetër, pasi kjo traumë të çohet në mënyrë të pa vullnetshme, ndoshta edhe tek brezat e rinj. Në këtë kuadër, në fakt, SKK-ja këtë vit ka botuar edhe një libër, që është një nga librat mund të them më të rëndësishëm që ne kemi sjell në kolanën
Cili është? Vitit 2025, po i kam sjellë të gjitha librat. Është një libër e botuar nga Brunilda Doçi, e cila i tregojmë Briselda. Tortura, një dhunim i dignitetit njerëzor. I dignitetit njerëzor. Ky është libri i botuar nga Brunilda Doçi, e cila trajton të gjitha llojet e torturës që janë përdorur nga ana e hetuesve, prokurorëve, e komandantëve të burgjeve dhe të kampeve ndaj personave të pafajshëm gjatë asaj periudhe, të cilat janë në kundërshtim me çdo lloj të drejtë dhe lirie të individit. Që atëherë nuk ekzistonte. Që sigurisht atëherë nuk ekzistonte. Në rastet kur ne në dokumentacionet të ndryshme që hasim edhe raste përdhunimesh nga ana e hetuesve, emrat e cilëve sigurisht që për arsye personale nuk bëhen të ditur. Ka njerëz publik që kanë dalë dhe i kanë treguar publikisht të gjitha këto. Ka shumë persona të cilët i kanë përjetuar. Ka shumë njerëz të cilët hezitojnë, pasi nuk duan të preket një pjesë intime, sidomos tek femrat kjo është një pjesë intime të shkuarës së tyre, por ka edhe shumë njerëz të cilët guxojnë dhe i tregojnë krimin që është kryer ndaj tyre. Ndaj torturat kanë qenë të llojeve më të ndryshme. Në rast se lexoni këtë libër do të shikoni që gjëra që neve nuk arrim as dot t'i perceptojmë, por që që kanë ekzistuar. Dhe kjo tregon edhe për masat e regjimit. Dhe këto janë referuar dokumentacioneve të gjitha? Shumica e personale, histori njerëzore? Në fakt, llojet e torturave dhe vërdërimi i tyre janë marrë nga dokumente të ndryshme arkivore, të cilat janë në disa prej cilave referojnë edhe vetë antarë të regjimit. Për shembull, ekziston një dokument i shkruar nga Mehmet Shehu në vitin 1953, kur duke bërë një autokritik të organeve të degës të punëve të Ministrisë të Punëve të Brendshme dhe degëve të brendshme, rrëfente gjithashtu edhe të gjitha kundravajtet, le të themi, që persona të caktuar kishin bërë gjatë procesit të hetuesisë, apo oficerë të sigurimit që kishin bërë ndaj personave të cilët ndiqnin, ndërto përfshinin edhe përdhunimet që unë i përmend, apo edhe dhunën të llojeve të ndryshme. Nuk është se ishte e lejuar si gjë, por që ndodhte. Dhe duhet të mbajmë parasysh një sistem totalitar ku njerëzit me një fjalë mund të dënojnë dikë, sigurisht që këto lloj shkeljesh ishin për masave të më të mëdha dhe shumë njerëz hezitonin të flisnin hapur. Lala, dhe të mendosh tani me ato të mere që mund të lexohen aty tek ai libri, po natyrisht ka ende persona që jetojnë dhe mund t'i tregojnë edhe në vetën e parë, arkiva është aty. Si e trajtoni, Lala, qoftë edhe në bashkëbisedimet që zhvilloni në shkolla me nxënësit, po natyrisht edhe në studimet tuaja, këtë radikalizimin, hipnotizimin, propagandën që vijon ende, ishim të gjithë njësoj atëherë, si e trajtoni juve? Nostalgjia vijon ende këto fjalësh fatkeqësisht te qytetarë ende të indoktrinuar, do të thoja unë, që thonë atëherë ishim të gjithë njësoj. Po si ishim të gjithë njësoj atëherë? Nostalgjia ndaj të shkuarës, ishim të gjithë njësoj të dhunuar, ishim të gjithë njësoj pa liri dhe të drejta. Nostalgjia ndaj të shkuarës ekziston në çdo lloj sistemi. Ndonjëherë, ndoshta gjyshrit tanë që kanë jetuar një periudhë më të madhe kohore gjatë regjimit komunist, mund ndjejnë nostalgji, por jo detyrimisht kjo është nostalgji ndaj regjimit, por mund të jetë edhe thjesht nostalgji ndaj rinisë së tyre. Ndaj kjo gjëja i konfuzon shpesh herë njerëzit, dhe në momentin kur ata shprehen për atë periudhë, ato mund të shprehen për shembull se në kohën tonë bënim një mbrëmje. Kjo është ajo çka i mungon atyre, por jo detyrimisht regjimit dhe mungesa e lirisë, sepse në rast se do të kujtonin diçka, ato aq mund të kujtojnë një mbrëmje, nuk mund të kujtojnë faktin që shkuan dhe të vizitonin një vend jashtë Shqipërisë, sepse kjo ishte rreptësisht e ndaluar. Ndaj shpeshherë kjo transmetohet në mënyrë të pashmangshme edhe tek brezat e ri, që thonë po pse se gjatë asaj periudhe ka patur edhe aspekte pozitive. Unë e ceka edhe pak më herët që në momentin që individëve i cënohet e drejta dhe liria e tyre, qoftë për të shpehur, të lëvizur lirisht, që janë liritë themelore universale të individit, atëherë nuk ka se si të jetë një shoqëri demokratike, siç ne e shohim sot.
Dhe sigurisht që brezat e rinj të pa informuar dhe të pas provuar me këtë lloj jetese i duket si diçka tërheqëse, sepse nuk e kanë provuar këtë lloj privimi. Ata shprehen lirshëm sot dhe nuk e imagjinojnë dot çdo thotë të jesh i privuar dhe të kesh frikë dhe të shprehësh mendimin tënd të lirë. Ndaj ndonjëherë kjo keq interpretohet, keq përkthehet tek të rinjt, të cilët sigurisht që duhet të hasen me literaturë të tillë për të reflektuar dhe për ta kuptuar, për të zhvilluar mendimin e tyre kritik mbi periudhën e komunizmit. Lala, unë ju falenderoj se ju keni sjell gjithë botimet e këtij viti në Po, këto janë vetëm botimet e këtij viti, rreth 11 I shohim së bashku sepse mendoj që jo të gjithë qytetarët ndoshta janë të informuar, edhe pse ju në faqet tuaja në rrjetet sociale her pas here i sillni në vëmendje, gjithsesi ne me që i kemi mund t'i prezantojmë. Ne i sjellim në vëmendje në faqen tonë. Unë dua të theksoj që gjithë librat e ISKK-s shpërndahen falas për çdo person i cili është interesuar, mund të vinë pranë zyrave tona me një kartë identiteti që t'i tërheqin botimet e ISKK-s. Kjo është kolana e vitit 2025, por botohet gjithmonë një vit më pas për arsye të burokracive, sigurisht. Unë një libër tashmë e prezantova, që ishte libri i Brunilda Doçit, Tortura, një dhënim i dinjitetit njerëzor, që si kundër përmenda përveç dokumenteve arkivore, përmban edhe intervista dhe rrëfime të personave të cilët e kanë jetuar dhunën e autoriteteve gjatë asaj periudhe kohore dhe në vazhd të këtyre rrëfimeve ne kemi një vëllim të cilin e botojmë në mënyrë të çdo vit. Kemi vëllimin e 11 të cilën kemi promovuar këtë vit. Vëllimi është Zërat e kujtesës dhe ky është libri që përmbledh të gjitha intervistat që neve zhvillojmë me persona të cilët kanë vuajtur gjatë periudhës së diktaturës. Pra, intervista që i zhvilloni ju? Janë intervista që zhvillohen nga ISKK-ja, që në vitin 2010, kur është krijuar ISKK-ja, ka marrë në mënyrë të vazhdueshme. ISKK-ja ka një libër të tillë. Ka një libër që titullohet Zërat e kujtesës, ku janë transkriptim i intervistave të marra. Sigurisht që ne në arkivin ton kemi të gjitha intervistat e personave në fjalë, ku tregojnë elemente të jetës së tyre. Ajo çka është e veçantë nga ky vëllim është që kur e lexon kalon shumë shpejt, duket si një roman, por ka elemente të jetës së përditshme, të cilat edhe mosha ime që nuk e ka jetuar aq shumë komunizmin, gjen elemente të cilët përputhen me ata çka na është transmetuar nga paraardhësit tonë. Gjithashtu, në vazhdën e botimeve memoaristike, ISKK-ja boton botimet që konsiderohen si botime memoaristike, dhe ndërton do të përmendja disa që vinë me këtë kolanë, siç është rasti i Enver Memisha, i cili ka shkruar mbi Skënder Muçën, kontributin politik dhe patriotik të Skënder Muçës, sigurisht një nga intelektualët e kohës që u përsekutua nga regjimi. Libri është këtu. Është dosja hetimore si mos spionuan të afërmit e mi, është një botim i Kaso Hoxhës, vjen vëllimi i dytë i cili botohet në ISKK. Ai tregon element nga dosja e tij hetimore dhe se si zbuloi më pas para disa vitesh kur kërkoi dosjen e tij formulare, zbuloi që kishin qenë të afërmit e ngushtë, të cilët e kishin spionuar dhe kishin qenë bashkëpunëtor të sigurimit dhe kishin raportuar mbi zotin Kaso, i cili ka kaluar një pjesë shumë të madhe të jetës në burg dhe më pas arriti që ta ratiste nëpërmjet kufirit jugor të Shqipërisë, duke vajtur në Greqi dhe më pas. E rëndë duket. Është shumë e rëndë dhe sigurisht që autori kur shpjegon dhe tregon mbi eksperiencën e tij, jo të periudhës së komunizmit, tashmë po periudhës të tranzicionit, pra momenti kur ai hapi dosjet, me që shprehur na ka treguar që hapja e dosjeve dhe zbulimi i emrave të cilët e kishin spionuar ka qenë tronditja më e madhe e jetës së tij, e cila familjar shumë të afërt. I përmend? Po, i përmend në librin. Pra nuk i kursen. Jo, nuk i kursen sepse mënyra si njëri percepton ndaj të shkuarës është e ndryshme, ka njerëz të cilët kanë zgjedhur të falin personat të cilët i kanë. A është kërkuar ndjes? Edhe kjo është personale, edhe kjo është shumë personale. Mund të ketë patur persona të cilët kanë kërkuar ndjes për shkak të kushteve, kanë qenë të detyruar në një mënyrë të bashkëpunojnë.
pa dashur të justifikoj apo pa dashur të rëndoj fajin që ata mund të kenë në ndërgjegjen e tyre, por ka patur edhe persona që janë mjaftuar me një kjo ka qenë koha dhe kaq, apo nuk kanë dhënë asnjë lloj shpjegimi mbi ato që kanë. Dhe në fakt, Lala, si e ndani ju përgjegjësinë personale nga ky justifikimi, kështu ishte koha, ky ishte sistemi? Është shumë e vështirë në fakt, edhe për mua si studiuese, por edhe si njeri që të bësh një lloj gjykimi të drejtë, sigurisht që ka patur persona të cilët janë më të aftë për të përballur me presionin, qoftë mëndërisht, qoftë fizikisht, dhe nuk kanë pranuar në asnjë moment që të bashkëpunojnë me sigurimin, dhe ne kemi shumë referime në zërat e kujtesës ku thuhet që për shembull prindrit e këtyre personave, po edhe vetë këta persona i është ofruar nga ana e regjimit që të jenë bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit, por kanë refuzuar. Kategori që janë vetë ofruar për të shërbyer. Ka patur kategori të tilla, por ka patur edhe kategori të cilët mund ta kenë parë veten në situata ekstremisht të vështira. Absolutisht. Dhe janë detyruar nga kushtet për të qenë. Ndaj mendoj që kjo është një gjë shumë e vështirë për të gjykuar, dhe unë nuk do doja të mbaja, le të themi, një lloj qëndrimi të prerë personal ndaj tyre. Thash, pa dashur ti justifikoj dhe pa dashur ti rëndoj mbi zgjedhjet që kanë bërë në jetë. Megjithatë, pasojat që kanë lënë këta individ janë të shumta. Dhe deri në momentin që një autor merr guximin të zbuloj emra të personave shumë të afërt, do të thotë që pasoja në jetën e tij ka qenë kaq e madhe sa ai nuk arrin dot ta përtyp dhe ta kaloj. Madje më të rënda se vetë vitet e burgut komunist. Në të vërtetë kjo është ajo që zoti Hoxha është shprehur, nuk ka qenë asgjë, çdo gjë që ka mbuajtur gjatë periudhës së komunizmit para kësaj që zbulova nga dosja ime hetimore, sepse përveç se më kanë rrëmbyer të shkuarën time, më kanë rrëmbyer edhe të ardhmen. Pra, kjo fjali vlen shumë për tu. Gjithashtu kemi libra të tjerë, siç është rasti i zonjës Bajam Hoxha Çaliku, gjithashtu ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së vet në internim, gjithashtu edhe bashkëshorti i saj ka shkruar një jetë e pathyer, kujtimet e saj nga viti 59 deri në vitin 93, pra mbas rënies së regjimit. Kemi patur libra të tjerë, siç është autori Xhezo Cane, i cili ka botuar Burgu politik i Sulomale dhe Arratisja të Birit, Ylli Malaj. Pra këto janë realitetet të ndarjes së familjeve, sepse shumë persona të cilët arratiseshin nuk arritën të ktheheshin më kurrë dhe as kishin kontakte, sigurisht që pasojat i vuante familja. Zoti Betri Bloshmi na ka sjellë një botim mbi dokumentet dhe proceset politike të Kënetës së Maliqit. I palodhur Bloshmi. I palodhur, sigurisht edhe për shkak të 35 vite nuk resht. Jo vetëm Bloshmi, vuajtjes personale, por edhe asaj familjare që ka patur zoti Bloshmi. Na ka sjellë dokumentet në proceset politike të Kënetës së Maliqit, ku dihet që një grup shumë i madh i intelektualëve shqiptar janë le të themi i shtruar dhunë nga ana e regjimit deri në ekzekutimet e tyre. Gjithashtu më pas tortura dhe ekzekutime monstruoze. Po. Një botim shumë i veçantë i këtij viti është albumi Triptik nga diktatura, është një album me skica të realizuar nga zoti Musa Çapani, i cili fatkeqësisht nuk është në mes nesh. Dhe ky botim për ne është jo vetëm le të themi një tejqim i realitetit në cilën ka jetuar zoti Çapani dhe personat të cilët kanë reflektuar, por gjithashtu edhe një lloj homazhi ndaj autorit, i cili një pjesë shumë të madhe të jetës së vet e kaloi në kampet më të tmerrshme të internimit, dhe sigurisht që këto skica na sjellin një realitet i cili mungon në dokumentet arkivore, nuk kemi asnjë foto të asnjë kampi të asaj periudhe, dhe sigurisht të gjitha këto skica edhe në arkiva Lala janë kujdesur të mos ketë fotografi deri në ditët e sotme nuk kemi hasur të kampeve të internimit, edhe dokumentet që janë sidomos për kampet e internimit të cilët kanë ekzistuar herët, pra deri në vitin 1954, dhe flas këtu për kampet e rrethuara me tela me gjëmba, siç është kampi të Pelenës, i Kamzës, i Krujës e të tjera me radhë. Kampi i Maliqit gjithashtu nuk hasim fotografi, por edhe dokumentet janë të limituara. Shumë të kujdesshëm. Gjakatarët e asaj kohe janë kujdesur që pamjet mos ketë. Nuk disponojmë në fakt
të fotot shumë. Gjithsesi, mendoj që skicat nga Çapani shërbejnë në këtë rast. Çapani ka vuajtur vetë në burgjet komuniste. Në kampet e internimit, po. Gjithashtu, për sa i përket më pas aspekteve studimore, përveç librit të zonjës Brunilla Doçi, kemi librin e zotit Kastriot Dervishi, mbi misionet anglo-amerikane në vitet 45 dhe 46. Në Shqipëri, sigurisht që librat e zotit Dervishi janë gjithmonë të pasura me fakte të reja të ardhura nga dokumentet arkivore, dhe ne jemi shumë të lumtur që kemi një kontribut të vazhdueshëm nga zoti Dervishi mbi aspektet të periudhës së diktaturës, cilat nuk i njohim apo ignorojmë tërësisht. Është një nga ata emra të cilët nëse të duhet një material dhe nuk ke kohë të hulumtosh gjatë, shkon direkt tek Kastriot Dervishi dhe e ke materialin gati. Po. Sepse është goxha aktiv edhe në rrjetet sociale. Jo vetëm aktiv në rrjetet sociale, por gjithashtu ka dije të thelluara mbi këtë periudhë dhe në rast se has diçka, sigurisht që di të referoj dhe të orientoj tek vendi i duhur ku mund të gjesh burimin. Shpeshherë kujdeset të bëj dhe për ndonjështrimet përkatëse dhe kjo është shumë interesante dhe për të përshëndetur. Po, patjetër, sepse e di që në momentin që si njohës i mirë, si studiues i mirë, është i kujdesshëm që shpeshherë ne jemi shumë të lumtur që kemi në mënyrë të vazhdueshme kontribute të bashkëpunimin e zotit Dervishi në ISKK. Na kanë mbetur edhe 2 libra. Kemi edhe 2 libra. Ky libër është përmbledhje e legjislacionit dhe akteve represive gjatë komunizmit në Shqipëri nga viti 45 deri në vitin 90, është vëllimi i dytë në fakt dhe përfshin vitin 1946. I ISKK-s? Është botim i institutit dhe është botuar nga zëvendës drejtori i institutit zoti Lekandoja, i cili ka gjithashtu një periudhë shumë gjatë kohore që punon në institut, që për krijimit të tij duke dhënë një kontribut shumë të madh me libra të tillë ndaj periudhës së regjimit komunist. Ky është vëllimi i dytë, presim edhe vëllimet e ardhshme, të cilat sigurisht që do të pasurohen, dhe vëllimi i fundit në fakt është revista shkencore e institutit, e cila është revista Memoria, që është një revistë studimore dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne pasi sjell në një debat. Është një studim akademik pastaj? Është ne botoj ende në botimet për publikun e gjerë, apo nuk i kategorizoni? Është akademik, kjo përbëhet nga artikuj shkencor të ardhur nga personat cilët studiojnë periudhën e komunizmit dhe këto artikuj janë kontribut i drejt për drejt i tyre për këtë revistë. Akademia e Shkencave ka ndonjë? Ka persona të caktuar, cilët punojnë shpeshherë edhe për Akademinë e Shkencave. Jo, institucionale. Sigurisht që ne kemi bashkëpunime me ta në mënyrë të vazhdueshme, por ka edhe persona cilët zgjedhin që të shkruajnë. Sigurisht që fokusi i ISKK-s është pak i ngushtë duke përfshirë dhe përqendruar vetëm periudhën e komunizmit, dhe sigurisht çdo person studiues i cili gjen veten në lidhje me këtë periudhë vjen dhe është i përpritur që të sjelli dokumentet, të sjelli artikujt shkencor në institut, gjithashtu edhe marrin pjesë në konferenca të ndryshme që janë të përvitshme në institut, konferencat shkencore, dhe këtë vit po përgatisim një konferencë ndërkombëtare shkencore, e cila është fokusuar kryesisht në trashëgimin materiale dhe memorien se si është perceptuar. Lala, nuk e di nëse do mundje të më thoje, di që është e vështirë, 3, 5 apo një botim ndër më të rëndësishmet të këtyre viteve të fundit paktën, ose ta formuloj ndryshe pyetjen, cili prej botimeve ka bërë më shumë zhurmë mediatike, le të themi? Që nuk është mirë pritur. Dhe të mbajmë parasysh që pak të libra... Nga ish nomenklatura. Po, sigurisht. Se ata e bëjnë zhurmën zakonisht. ISKK-ja ka botuar mbi 150 tituj që nga viti i krijimit deri tani. Po përgatisim kolanën e vitit 2026, kemi mbledhur tashmë dorëshkrimet për kolanën e vitit 2027, kështu që është një punë e vazhdueshme. Çdo libër që lexon hap një dritare të re rreth një gjë e cilën ne nuk kemi njohur më përpara. Andaj për mua është shumë e vështirë që të bëj një lloj dallimi. Referuar edhe zhurmës në opinion. Megjithatë mendoj që revista shkencore Memoria, e cila sjell një kontribut akademik
në historiografi do të mbetet për shumë kohë një referencë shumë e mirë për të gjithë studiuesit lidhur me periudhën e komunizmit. Zërat e kujtesës, cilët, siç e theksova edhe më përpara, janë intervistat dhe përjetimet e njerëzve që kanë vuajtur gjatë regjimit, janë shumë të rëndësishme dhe ne kemi bërë edhe projekte me shkollat duke përdorur zërat e kujtesës. Albumet gjithashtu, siç ishte albumi i Zotit Musa Çapani apo edhe libra të tjerë, cilët tregojnë reflektojnë jo vetëm të vërtetën e dokumenteve arkivore, por edhe raste siç është tortura, mbeten shumë të rëndësishme për trajtuar periudhën e komunizmit. Sigurisht që kur flasim me të rinjt ne mundohemi që të cilin tek ata fakte që lidhen më shumë me memorien e tyre, apo me përditshmërinë e tyre, kështu që mundohemi të flasim për jetën e përditshme gjatë periudhës së komunizmit, kështu që kjo mbetet shumë e rëndësishme në këtë aspekt. Megjithatë, studiues të ndryshëm i referohen botimeve të ISKK-s për punime të ndryshme shkencore. Lala, a keni menduar tani edhe brenda mundësive, se dëgjova raportimin e fundit në komisionet parlamentare dhe institucioni juaj, si çdo institucion tjetër, ka dhe problematikat e veta, duke filluar që nga ambientet ku nuk jeni më në godinën tuaj dhe punoni në kushte të vështira, apo nuk e di fondet e tjerë. Por më lejoni t'ju pyes, a keni menduar ndonjëherë për këto botime digjitale, audio, libra e tjerë? Po, patjetër që kemi menduar. Projekti që mendojmë që do lançojmë së shpejti është projekti i enciklopedisë së viktimave të terrorit komunist. Ne kemi rreth 12 vëllime të enciklopedisë së viktimave të terrorit komunist në vend, të cilat janë praktikisht një listim i personave që kanë vuajtur gjatë asaj periudhe kohore, që mund të jenë ekzekutuar, që janë burgosur, kanë kaluar jetën e tyre në internim, të cilat duam t'i hedhim në një platformë online. Dhe sigurisht që çdo person të ketë akses që të klikojë emrin e të afërmit të tyre apo të njohurit të tyre dhe të gjejë një informacion shumë të shkurtër mbi personin në fjalë. Ky do të jetë projekti i parë dhe sigurisht që më pas do kalohet në një formë digjitale aksesi të librave të ISKK-s nëpërmjet faqes së webit të institutit. Çfarë do t'i thonit brezit të ri për ndërgjegjen kombëtare? Pse duhet i interesonte një 20 vjeçari, 18 vjeçari, 15 vjeçari, çfarë ka ndodhur para 50 viteve në sepse historia nuk është e shkuar. Historia është mbi të gjitha e tashtmja dhe është e ardhmja. Ne e cekëm edhe në fillim, çdo gjë që ndodh në ditët e sotme na bën neve të reflektojmë pasojat që regjimi ka patur në shoqërinë shqiptare, mbi faktin e vonesës së integrimit të Shqipërisë në strukturat euroatlantike, mbi sfidat me të cilat ne jemi hasur si shoqëri në përqafimin e çdo vlere demokratike, edhe sigurisht që reflektimi mbi këtë periudhë është i domosdoshëm që mos ta ripërsërisim, mos ta ripërjetojmë këtë gjë në të ardhmen. Sigurisht në një formë ndoshta më të moderuar autoritarianizmi, por qoftë edhe në forma ekstreme siç ishin regjimet totalitare komuniste. Lala, unë e di që ky nuk është dikasteri juaj, se ju jeni drejtore e studimeve në ISKK, por nuk po ju përfshi juve fare, si gazetare më duhet bëj punën time dhe nuk mund të rrim dot pa i thënë edhe disa problematika që ky institucion i ka ngritur në komisionin parlamentar, përsa i takon për shembull mungesave të zyrave, probleme me statutin pagat, përplasjet për aksesin në dokumentet e ish-sigurimit shtetit, që sipas ISKK-s vështirësojnë punën e institucionit në fjalë. Kështu që unë për respekt së vërtetës edhe publikut që na ndjek nga ekrani më duhet t'i thoja, por këto janë problematika që më duhet t'i diskutoj me dikë tjetër nga ISKK, sepse ju jeni përgjegjëse përsa i takon studimeve aty. Si bëhet përzgjedhja, Lala, se natyrisht ne kemi 10-12 botime në vetëm një vit dhe janë goxha voluminoze dhe duhet
ka goxha impenjim, po si e bëni për zgjedhjen, kush shkon për botim dhe kush jo? Atëherë, çfarë kritere? Si kundër unë përmenda, ne kemi bashkëpunëtor të jashtëm, kemi gjithashtu edhe persona brenda ISKK-s që punojnë në këtë drejtim. Janë studiuesit, kërkuesit shkencor të ISKK-s, gjithashtu edhe persona të cilët punojnë tek arkivi, që japin kontributin e tyre me botime të ndryshme. Ne bëjmë një thirrje publike nëpërmjet faqes webit, faqes rrjeteve sociale në ISKK, për çdo person i cili kërkon të ndajë me ne qoftë kujtimet e veta, kërkon të bëjë një botim qoftë edhe shkencor dhe akademik, tip monografie, për sa i përket periudhës së komunizmit. Këto dorëzohen nëpërmjet postës elektronike, por edhe dorazi, duke plotësuar një deklaratë, një kërkesë nga ana e autorit, dhe më pas kalojnë në Këshillin Shkencor të ISKK-s, të cilët janë personat akademik të zgjedhur nga bordi, të cilët merren drejt për drejt me të gjithë këto libra dhe i kalojnë në filtrat e tyre për të parë se cilat janë problematikat që mund të hasin a përputhen apo jo me fokusin e ISKK-s, japin sugjerime mbi përmirësimin e tyre deri në fazën e fundit që të jetë faza e botimit etj. Me radhë. Sigurisht që të gjitha rekomandimet e Këshillit Shkencor reflektohen më pas në këto ndërshkrime që janë dorëzuar dhe më pas mbasi janë reflektuar kalohet në fazën tjetër të procesit të faqosjes dhe të botimit të librave deri në formën që e marrim sot. Por sigurisht që çdo dorëshkrim që vjen në ISKK është detyrim që të kalojë nëpërmjet filtrave të Këshillit Shkencor, i cili përbëhet nga persona të nderuar akademik që e njohin mirë fushën dhe periudhën e komunizmit. Dhe së fundmi, Lala, referuar botimit fundit të ISKK-s, cila është ajo histori njerëzore, ajo intervistë që ka lënë më shumë gjurmë te ju tani personalisht? Sigurisht që është e vështirë, pasi duke qenë se ne punojmë drejt për drejt me ta, ne kemi kontakt edhe me autorët të cilët botojnë botime memoristike, duke patur një kontakt personal të drejt për drejt me ta, përfshihesh edhe më shumë dhe prekesh edhe më shumë emocionalisht. Çdo person ka dramën e tij jetësore, të cilën e pasqyron jo vetëm nëpërmjet gjuhës, por mbi gjitha nëpërmjet ndjenjave dhe mënyrës se si ata e tregonin dhe e reflektojnë këtë gjë. Ne kemi patur fatin që në promovimin e kolanës dhe pandje si hakmarrje ISKK-s është e çuditshme në fakt se si unë 20 e ca vite, Lala, që jam marrë jo pak në fakt me çështje të tilla, nuk më ka rastisur kur asnjëherë të dëgjosh dikë me ngarkesën e hakmarrjes apo është shumë e habitshme mënyra se si e shprehin, domethënë, një lloj keqardhje për mënyrën se si kanë jetuar, por nuk shprehin ndjenja hakmarrje. Kjo gjë jam ka bërë përshtypje që në momentin e parë që jam ndeshur me persona të cilët kanë jetuar këtë lloj dhune nga ana e regjimit. S'ka asnjë histori që mund ta veçojë. Unë nuk mundem. Jam shumë e përfshirë në to për ta bërë këtë gjën. Briseta, të falenderoj shumë që ishit me neve. Janë të gjitha botimet që, siç thotë Lala, zonja dhe zotrin të interesuar kanë zero kosto, pra janë falas, vetëm duhet të shkoni në zyrat e ISKK-s dhe ka një procedurë aty që thjesht kartën e identitetit, numrin e kartës së identitetit që bëhet për transparencës, besoj. Kjo bëhet sigurisht për arsye të transparencës dhe burokracisë që neve duhet të dokumentojmë se ku kanë mbajtur realisht. Në librari, Lala, kam pa mundësi qytetarët për në librari nuk e gjeni, pasi në librari shiten, librat e ISKK, domethënë librat e ISKK-s janë falas, pra këto nuk kanë asnjë nga librat e ISKK-s, nuk ka çmime pas. Pengesë është që janë falas dhe nuk mund të gjenden në librari, jo, por mund të gjenden në biblioteka dhe neve i dërgojmë vazhdimisht të gjitha vëllimet e ISKK-s në çdo bibliotekë të Shqipërisë, pra në çdo bibliotekë të çdo rrethi. Po një qytetar që nuk jeton në Tiranë ose që jeton jashtë Shqipërisë, si e siguron një libër? Ne kemi patur raste. Miqve ma merr mendja. Ne kemi patur raste kur edhe na kanë kontaktuar dhe mundohemi që të koordinojmë me ta që kur ata të jenë në Shqipëri apo nëpërmjet një personi t'ia sigurojmë këto lloj botimesh.
Por bibliotekat i kanë të gjitha, gjithashtu muzeet do kenë kopje, bibliotekat e universiteteve kanë kopje të librave të ISKK-s, ndaj nuk është e pamundur t'i gjesh. Por më tepër që thash, shpërndahen falas për çdo person të interesuar, edhe ndoshta është më i lehtë aksesi nëpërmjet librarisë, për arsye se nuk kanë kosto, sepse dim që librat janë fushat kushtueshëm. Briseda, të falenderoj shumë për pranimin në studio, juve dhe gjithë të tjerët që punoni në ISKK. Faleminderit juve që na jepni gjithmonë hapësirë televizive për të reflektuar mbi këtë periudhë dhe gjithashtu për të treguar mbi projektet tona të fundit. Do ta konsideroja detyrë njerëzore, profesionale dhe kombëtare. Lala, gjithë këtë që bëni ju edhe që bëjmë ne, madje minimumin sa i takon rëndësisë që ka ajo çështje, pra krimet dhe pasojat e krimit komunist. Faleminderit. Shumë faleminderit. Me drejtoren e studimeve në Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Krimit Komunist jemi munduar, se asnjëherë nuk ja dalim dot, edhe pse biseda sot zgjati goxha më tepër se herët e tjera, për të hedhur dritë jo vetëm mbi punën e ISKK-s nëpërmjet botimeve shumë cilësore, po për të folur për atë çfarë është shumë e rëndësishme, kujtesa dhe ndërgjegjja kombëtare. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj.